Natyrisht, kjo është gjëja më shqetësuese. Pse në krahasim me gjithë këto vende kene është kthyer në kulturë dhe në psikologji dhe në mentalitet ikja, nevoja për të ikur, për të rregulluar më mirë, për të sistemuar. Arsyet janë nga më të ndryshme, që nga dalja nga varfëria, që nga shërbime më të mira që kërkohen, që nga mosbesimi ke shteti, ke politika, që nga një arsimim më i mirë, po tani kemi edhe një faktor tjetër negativ në këtë aspekt, që meqense komuniteti shqiptar jashtë është bërë shumë i madh, pothuajse të gjithë familjet kanë një pikë kontakti ose një mundësi që e lehtëson këtë lloj lëvizje. Unë kam vënë Britaninë e Madhe, ai ideja që njëri kjo është në kohën e emigrimit parë në Amerikë, pra se unë kam patur fatin të intervistoj stërmbesën e Koli Kristoforit në vitin larg 94 dhe ajo më tregonte se si Koli Kristofor që shkuar në shekullit 18 kthehej në Shqipëri, të riqte bashkëshatarët e vet, i çonte në Amerikë, pra u bë një pikë kontakti që atëherë. Është ngjashme edhe në komunitet, edhe ka dhe një veçori tjetër që shikohet ke struktura e remitancave. Pra e parave që sjellin emigrantët, teorikisht dhe praktikisht, mas 20-25 viteve, kur ndodh shkëputja e brezave, remitancat fillojnë dhe bien. Pastaj mund të vinë formë investimesh ose formës tjera, por remitanca klasike bien. Në Shqipëri remitancat vazhdojnë dhe rriten. Kjo tregon që emigracioni vazhdon të furnizohet me, si thosh, me prurje të reja, që është e njëjta situatë që ata që ikin akoma kanë familje, kanë njerëz të afërt tu që dërgojnë, sepse ata që kanë ikë 35 vite përpara, natyrisht që mund të ketë menduar o ka bërë bashkim familjar, o prindit nuk janë më, pra nuk kanë më ndonjë arsye që dërgojnë aq shumë remitanca. Fakti që remitancat jo vetëm që nuk paksohen, shifrat e fundit flasin për 1.4 miliard euro në vit që vinë në Shqipëri në formë remitancave. Fakti që shtohen tregon që... Dhe këto po flasin për ato që futen, themi, nëpërmjet bankave, se pastaj keshi është histori tjetër. Pra, kjo tregon që nga pikpamja e strukturës së emigracionit shqiptar, ne prapë jemi në periudhën 91, 92, 95, pra emigracioni i ri që ka baza të forta akoma dhe në Shqipëri. Dhe u mendoj që këtu është pjesa tjetër e problemit. Fakti që, si thot profesor Sivici, temi emigrantët e ri vazhdojnë sjellin para, kjo tregon që ata janë njerëz që shkojnë dhe punojnë. Kjo tregon që po ikën kryesisht breziria apo jo? Në fakt, nga analiza e shifrave dhe nga vlerësimet e bëra, është një mosh që është mosha e aftë për punë, që më shumë që ka lëvizur, edhe pse dominojnë pak meshkujt, në shtetet të ndryshme dominojnë më shumë meshkujt, por mosha 30-64 vjeç është mosha e aftë për punë që ka lëvizur më shumë. Në fakt, dhe kjo ka bërë edhe që të rritet mosha mesatare nga rezultatet e censit të popullsisë në Shqipëri. Edhe pse është akoma pak larg ndaj moshës mesatare të disa shteteve të Bashkimit Evropian, si Italia e vendet të tjera që e kanë akoma më të larta, apo që është më e ulët se sa mesatarja e Europës. Po dhe ne kemi pasion të 28 vjeç apo jo? Po. Kemi shkuar ke 43, pra është goxha. Kemi qenë në 28 vjeç në regjistrimin e 1989-s. Mirë pra, dakor. Dhe të ndryshimi e regjimeve, dhe këto ka bërë edhe që gradualisht që të rritet mosha mesatare. Dhe ndërkohë që është e vërtet fenomeni që po lëvizin, vazhdojnë të lëvizin, në fakt mesatarisht shkon plus minus hyrje dhe daljet ke 50.000 në vit, pra nga censi 2001-shit deri në censin e 2023-shit, për një vlerësim i përafërt, por natyra e lëvizjes ka filluar të ndryshojë. Pra, lëvizin për bashkim familjar, bashkohen me familjet e tyre, sepse kanë antar të familjeve andej, lëvizin për arsim, lëvizin për një jetë më cilësore, pra nuk është më qëllimi i lëvizjes ajo i periudhës 90-2001. Pra ka filluar që të kërkohet një cilësi jete më e lartë, ashtu sikur se u diskutuam që lëvizin të gjithë shtetet europiane dhe me të vërtet Kroacia ka pasur rënien popullsisë, pothuajse të gjitha shtetet europiane për censin e 2021-shit kanë reflektuar rënien të popullsisë me përjashtim të 2-3 shteteve, po the Malta, Franca, të cilat janë dhe vende pritëse, pra të larguarve nga rajoni Ballkanit apo nga vendet e tjera. Kështu që në këtë aspekt
rritja e moshës mesatare detyrimisht të tregon fenomenin që po lëviz mosha e aftë për punë. Pjesa tjetër është që një pjesë e mirë e studentëve të cilët shkojnë për studime, në momentin që gjejnë një variant më të mirë pune, qëndrojnë dhe krijojnë, vazhdojnë familjen e tjera. Megjithatë, nga studimi i fundit që Instati bëri me Bankën Botërore, dhe bashkë me IOM-in dhe Gizin Gjerman, analizuan profilin e emigrantëve shqiptar jashtë. Për të analizuar një studim që në fakt i mungon të tregut dhe nuk ishte bërë më përpara, për të analizuar nivelin shkollor, nivelin arsimor, për të parë që ku janë të vendosur shqiptarët të cilët kanë mbaruar studimet e mesme, studimet bachelor, apo studimet master, apo ato që kanë bërë edhe doktoraturën, ku janë të ardhurat më të mëdha që shqiptarët fitojnë në vendet ku ato janë të vendosur. Patjetër emitancat janë një vlerë shtuar që ato sjellin në vendin origjinë të tyre, edhe pse një pjesë është rreth 20% nëpërmjet bankave, po ndërkohë që sjellin edhe nëpërmjet të afërme, miqve, apo dhe vetë 1.4 miliard që është zyrtar. Edhe vetë personat të cilat kur vinë, pra format e prurjes janë të ndryshme. Në fakt edhe vetë personat kur vinë për pushime gjatë verës, përsëri sjellin parat. Megjithatë, unë do të thoja që unë pres, jo personalisht, në kuptimin po edhe nga studimet dhe vlerësimet, që do kemi mbase një thyerje të trendit të lëvizjes së shqiptarëve. Në fakt ka një përpjekje dhe nga qeveria me këto ofertat, oferta maleve tjerë, ulja. Nuk e di sa të bindu do jenë shqiptarët ta lënë atë normalitetin që nuk e gjenë për fatkeq në Shqipëri. Kur zgjohemi mëngjes, duket sikur po shkojmë luftë. Ndërkohë që kur ti jeton jashtë ka një normalitet temi të stabilizuar të gjës. Ndërkohë që ne këtu nuk kemi, një sekond. Në fakt, ndryshime demografike dhe lëvizje demografike janë bërë prej dekadash një megatrend botëror, të cilat kanë sjellë ndryshime nga më të ndryshmet, kanë sjellë zhvillim të urbanizimit, kanë sjellë zhvillime të teknologjisë e të tjera. Në fakt, rritja e investimeve do t'jetë ajo e cila do të sjellë një të themi frenim të lëvizjes së shqiptarëve apo një kthim. E themi këtë nga vlerësimi i shifrave që numri i të kthyrëve në Shqipëri është rritur. Dhe në fakt, analizat cilësore dhe parashikimet cilësore do të na paraqesin një të themi parashikim afatgjatë pak më të përafërt me atë çfarë kombinimi i të kthyrëve të shqiptarëve në vend me politikat të ndryshme të ndërmarra, ju përmendët paketën e maleve, garancia rinore, apo politikat të tjera që po ndërmerren për ndërprerjen e migracionit, dhe nuk mund të themi ndërprerjen, por frenimin e migracionit. Unë do të marr një shembull të qarkut të Beratit. Në fakt, nga analizat shikojmë pak një trend pozitiv në qarkun e Beratit, sepse janë investime të rritura, ka shumë banor të vendas të cilat kanë kthyer familjet shtëpiat e tyre në qendra turistike apo kanë sjell paratë e tyre të investojnë në Shqipëri. Unë i përkas atij brezit të 89, unë jam këtu në 2002 atëherë, por kemi qenë shumë të ri. Nëse do isha jashtë në moshën që jam sot, pra 52 vjeç, që të rikthehesha në Shqipëri, do mendohesha shumë mirë nëse do mendoja për sistemin shëndetësor. Unë bëj një kështu ndryrë të vogël se duke parë paketa maleve, taksat, garancia rinore, çka ka ndodhur me këto vende që ne morëm shembull edhe 3 vendet europiane, Portugalin, Greqinë dhe Italinë, po dhe vendet Kroaci, Bullgari, Rumani, pa shkuar më larg, ka dy tendenca pse kthehen. Përveç pjesës sa të joshur janë për të kthyer. Një kategori janë ata të cilët nuk kanë realizuar ose arritur atë që mendonin atje, pra kanë ngelur në periferitë shoqërisë të punësimit të ardhurave. Dhe me një llogari të thjeshtë që bëjnë, mendojnë që nuk ja vlen më që të rrim këtu, sepse për këto kushte që kemi 10 vjetë që jemi këtu, ndoshta do jemi më mirë në Shqipëri. Dhe tani që dhe politikat e ndihmës sociale përgjithsisht në Europë po shtrëngohen gjithnjë më shumë, sidomos për valet e reja të emigracionit, ky faktor ekziston. Po ka dhe një faktor tjetër që është tipikisht për Bullgarinë, për Rumaninë dhe për disa vende tjera të Europës
qendrore dhe lindore, sapo ato arritën një nivel zhvillimi që ishte i krahasueshëm me një pjesë të madhe të ardhurve që kishin emigrantët në vendet e Europës perëndimore, janë si janë komunikuese për njëherë bëhet llogaria, po edhe aty ke unë me këto paga, me këto gjëra, është kaq sa marrën këtu bile, këtu fuqia ime blerësa është më e vogël se sa po t'jem në vendin tim. Pra, edhe në Shqipëri mund të ndodhi dhe po ndodh një valë rikthimi, po kjo është e lidhur me një pjesë që kthehen, sepse thonë që atje nuk realizova, nuk gjeta atë që mendova, nuk ura dot, po dhe një pjesë që fillojnë dhe bëjnë llogaritjet që nëse ka sektor që performojnë mirë, nëse ka disa oferta joshte si këto që ne po themi, atëherë për një herë ka dhe një pjesë tjetër që thot me kaq të ardhura, me këtë gjë unë mund të them, nuk është çështje nacionalizmi, as çështje atë dashuria, është çështje konveniencë. Se jeta një është, nuk ka dy. Po, unë do përqendrohem këtë dekada fundit. Fakti është interesante, ndryshon shumë nga 2 dekadat e para. Dekada fundit, ky shtimi prej 488.000 shqiptarësh të lindur këtu që janë larguar nga Shqipëria, është ndryshëm shumë nga ato 2 dekadat e parë, sepse po të krahasojmë pemën demografike të censusit të 2011-s me pemën demografike të censusit të 2023-shit, shohim që tek baza e pemës, pra ku janë moshat e reja, ishte goxha më e gjerë në 2011-ën dhe është goxha më e ngushtë tani në 2023-shin. Kjo mund shpjegohet vetëm me një arsye, që në 2 dekadat e para kemi pasur largime masive kryesisht të meshkujve, edhe sepse meshkujt ishin, si thua, burri i shtëpisë që shkonte të gjente një punë që të sillte para të mbante familjen. Që nga koha shpellave, dihet. Mashkulli është ai që sjell ushqimin në shtëpi. Është tradicionale në gjithë popujt emigrator. Dhe pastaj, mbasi babai shkon dhe ose ai siguron vendin atje të punës, ose merr familjen dhe 2 fëmijët e tij që të cilën në vitin 2011 ishin tek ajo pema demografike, ata janë rritur dhe kur vjen koha për të dalë tek censu 23-shit, ata janë atje. Pse se kanë bërë bashkimet familjare. Një faktor tjetër është dhe kjo gjë tjetër që për hir të traditës tonë shqiptare, kemi shumë raste që shkon një djalë i pamartuar, por martohet me një vajzë këtu, bëjnë dhe fëmijë madje, dhe presin pastaj ato procedurat që mund zgjasin, për shembull në Amerikë mund zgjasin edhe 5 vjet, tani s'bëhet fare, po. Pra, tani i kemi pezullu për moment. Kështu që kjo dekada e fundit, prandaj dhe e ka ulur shumë, si thua, përqindjen e moshës së re dhe ka ngritur moshën. Plus kësaj, ka ndikuar edhe vetë lindshmëria e grave këtu në Shqipëri, ka rënë, pra numri i fëmijëve për grua në moshë për lindje, ka ardhur duke rënë nga 89-a deri më Kjo ka shumë arsye, pse po futën është emancipimi gruas e tjerë, pavarësia. Okej, Gjergj, një frikë kam unë nga gjithë kjo gjoja. Okej, për te temi përdorimit edhe politik që i bëhet saj teze, që është zbrazur Shqipëria etj. Pas nesër futemi në Bashkimin Evropian. Unë ta thash, unë vetë në moshën që kam, nëse do isha jashtë, do kisha nguruar tesha në Shqipëri vetëm nga shërbimi shëndetësor. Thoja, okej, kushtet janë më të mira, takset janë më të mira, qytetet janë më të rregullta. Përveç temit çështjeve të burokracisë etj. Që, okej, dhe aty kemi një farë përmirësime, po kur vjen puna tek arsimi, kur vjen puna tek shëndetësia, unë do ngrija supet dhe do hezitoja shumë. Nesër pas nesër, nëse ne futemi në Bashkimin Evropian, ajo që ndruaj unë, të vetja ime i pari, dhe pastaj të tjerë, se analiza duhet nis nga vetja, është që, okej, nëse unë kam pasaportën evropiane dhe unë kam drejtë jetoj kudo, në një morë caktuar, në një vend caktuar ku shërbimi shëndetësor është shumë herë më i mirë se në Shqipëri. Qoftë në Greqi, po shkojmë më larg se Greqia dhe se Italia, kam frikën e një vale të tretë migratore që nuk e di në çfarë rreziku do ta vinte Shqipërinë. Po, unë e para është një kapanon i bukur, po bosh. Po. Unë e para do thoja që, me që the që përdoret politikisht të shifrat, unë mendoj që ata që i përdorin politikisht duhet kënë që kujdes se njerëzit nuk ikin sot vetëm se është qeverisja e keqe. Njerëzit ikin dhe se nuk kanë shpresë tek opozita që mund vi që është sot dhe mund vi nesër në qeverisje. Domethënë kjo është
reflekton jo vetëm një krah politik, reflekton të gjithë atë ylberin politik, le të themi. Ndërsa përsa i takon futjes në Shqipëri, në Bashkimin Evropian, unë do thoja që në momentin e parë që futesh në Bashkimin